Përshëndetje të mirë të mi ku jeni, kudo që t'jeni, ju uroj në tarua një mbrëmje apo një ditë të bukur, kurdo që të vi kjo video në profilin tënd, në screenin tënd. Uroj që të të gjej mirë dhe të t'japim sa do pak energji pozitive. Këtu do jetë 4 letra. Uroj që këto 4 letrat na dalin pozitive. Uroj që ju të keni një energji sa më të mbarë këto ditët e fundit. Do me thënë për fundjavën, por dhe për ditët në vazhdim. Parashikimi është i përgjithshëm, uroj që të dalin çdo gjë pozitive ashtu siç ju mund t'i dëshironi gjërat tuaja, me përfundimin që ju doni. Të kesh një dashuri në jetën tënde është një vendim nga ana jote, por shikoj që është një marrëdhënie që nuk shkon me një person. Shikoj që të kam mbytur ankthi këto kohë të fundit dhe ke shumë dyshime në veten tënde dhe je duke çliruar pak veten tënde. Por të duhet vendosmëria. Kjo marrëdhënie nuk shkon ashtu siç ti e ke planifikuar apo e ke pasur në mendjen tënde. Me sa shikoj ky person që ke ti në mendjen tënde nuk e realizon dot këtë dhe ky është sikur po humbet në mendimet e veta, nuk e ka më atë ndjesinë që ju keni patur më përpara, por nuk duhet të lejoni të ju nga ana tjetër ankthet tuaja apo sepse ankthit po të paralizon shumë gjëra në jetën tuaj. Shikoj që ky person këtë moment po të tregon ca shqetësime dhe ju ushqen me një energji tjetër, por këto shqetësime janë duke konsumuar këtë personin që shikojmë këtu në këtë letër. Merrni një moment dhe përcaktoj çfarë të shqetëson këto kohë të fundit nga ana shpirtërore dhe apo nga ana e zemrës tuaj. Ankthi mund të jetë i dukshëm këtë javë apo këtë muaj dhe në fund të muajit, por janë disa çështje, janë disa momente apo disa probleme që janë shumë delikate dhe shumë të dukshme. Pasi ti të vendosësh se çfarë do bësh tani në jetën tënde apo në problemet që mund të kesh, duhet të vendosësh dhe të jesh apo të kërkosh dhe ndihmë nga të tjerët. Me sa shikoj këtë moment, shikoj që ty të duhet shumë besim në veten tënde dhe shikoj që është letra e zemrës, shikojmë që të duhet besimi, të jesh optimizëm dhe të jesh me një zemër të hapur dhe të hapësh me veten tënde të hapësh energjia dhe rrugë të reja. Shikoj që duhet të gëzohesh. Kjo letër na tregon që ju keni një potencial pozitiv dhe ti arrin atë që dëshiron gjithmonë. Energjia shumë e fuqishme në jetën tuaj dhe ti je duke kërkuar me hënën e re një dashuri. Ta fillosh çdo gjë nga e para në jetën tënde. Shikoj që duhet të dëgjosh zemrën këtë moment dhe të përdorësh atë muzikën që sjell energji pozitive në jetën tënde. Dëgjoje zemrën dhe kërko çfarë duhet të bësh tani tutje. Mos e ashtri dorën askujt, as miqësisë, as një njeriu tjetër, po ofro falje në veten tënde dhe në miqësinë tënde. Me sa shikoj me këtë letër, duhet i besosh aftësisë tuaj dhe shikoj që je i disponueshëm aktualisht në ditët në vazhdim, por shikoj që me aftësitë që ke duhet të kesh mbajtur një marrëdhënie me veten tënde shumë të fortë. Shikoj që e vërteta ka dalë, është dashuria dhe kjo është koha për të bërë atë që do të ndodhë. Dashuria të tregon që duhet jesh optimist dhe të jesh i hapur ndaj mundësive të reja. Duhet të hapësh syrin dhe zemrën, tregon në fushën e energjive për të marrë bujarinë dhe për të bërë atë që ti kërkon. Lëshoje mendimin negativ dhe rrethohu me dashuri ndaj vetes tënde. Ka disa gjëra në jetë që duhet të përqendroheni në aftësitë tuaja, por dhe në dashurinë tuaj, sepse universi po të rezaton me diellin dhe dashuria ka nevojë për një rezatim dielli. Duke lënë dritën në dashurinë tuaj që të shkëlqej, ajo do të tërheqë dëshirën që ti ke ndërmend në jetën tënde apo në zemrën tënde. Shikoj që ndihesh vetëm, shikoj që ke në muajin e 5 që jemi aktualisht, ndihesh i vetmuar apo e vetmuar, disa gjëra nuk të kanë ecur aq mirë, ndihesh i braktisur nga personi i zemrës në lidhje me dashurinë, por ndjen dhe një pasiguri. Kërkon një mbështetje dhe këtë mbështetje e ke vetëm tek pjesa në lidhje me dashurinë, tek kjo dashuri. Shikoj që e kërkon këtë mbështetje emocionale, të mungon dhe ke shumë kohë dhe shikoj që këtë moment ndihesh e braktisur. Është një periudhë vetmuar në jetën tënde, pas kush nuk i kupton nevojat e tua. Shikoj që duhet të kujdesesh më shumë për veten, të drejtohesh dhe të mbështetesh diku, jo se je braktisur, por se ti ke refuzuar një dashuri dhe ti ke shpresuar gjithmonë tek një dashuri e pamundur ose je përkushtuar në ato momentet që ke kaluar me atë person. Gjithçka që ti dëshiron këtë moment është e paarritshme, është moment
i pa realizuar, dhe me sa shikoj këtu këtë hënën e plot që ke, e shikoj që s'duhet të lejosh më besimin tonë të trodhitet apo veten tonë. Ke marrë shumë mësime këto kohët e fundit dhe është një periudhë shumë e vështirë për disa prej jush. Se me sa shikoj këtu, ty të udhëzon fryma jote, ndjesia jote dhe mbështetja që ti i thua vetes hidhe dhe një hap, dhe kjo të bën të inkurajosh. Fol me dikë që ndjen të njëjtën energji me ty dhe duhet ta gjesh këtë njerëz që të jetë aty në nevojën tënde, të jetë në mbështetjen tënde, mbase me miq, mbase me familjar, mbase me atë person që ke brenda në familje, bashkëshortin ose bashkëshorten, sepse ndihma është afër teje, por ti duhet të jesh më hapur me atë person. Ki kujdes sepse depresioni ushqehet vetë dhe ky depresion po rritet dhe po lulëzon në trupin tënd. Ngrihu nga aty ku je dhe bëj diçka fizike ose bëj një shëtitje, udhëto, këndo, vër muzikën, të bëhesh vullnetare e jetës tënde dhe të tërheqësh lumturinë në jetën tënde. Ashtu do ndihesh dhe më mirë. Dhe vazhdoj me letrën tjetër. Okej, ëndrat kanë gjetur destinacionin e vet. Shikoj që kur të futeni në muajin e 7 është një ëndër që do realizohet, janë vendimet e tua, janë ditët e tua që janë duke marrë fantazin, imagjinatën, dhe kjo letër më tregon që shpesh herë me mendjen tënde ke një konfuzion, një pasiguri dhe një lidhje me jetën rreth dashurisë. Normal që çfarëdo që të dëshirosh këtë moment, duhet ta tërheqësh duke manifestuar apo duke tërhequr ose mund të shikosh dhe opsione të tjera. Nuk është e thënë që mund të manifestosh vazhdimisht, po ka dhe rrugë të tjera në dashuri që mund të tërheqësh atë që ti kërkon. Pse? Sepse vetëm ti shikon atë gjë. Duhet të argëtohesh, duhet të përmes fantazive të tua, të imagjinatës që ke, duhet të transformosh dëshirat tuaja, sepse ka diçka që do ta bësh realitet, dhe unë e di shumë mirë këtë gjë që realiteti dhe opsionet janë në rrugën tënde. Mos luaj me mundësitë e tua, sepse ato mundësi mund t'i humbësh gjatë rrugës, por me sa shikojmë këtu, shikojmë që ti je në veprime sipër. Ndërsa ti po kalon diçka të këndshme në këtë javë apo javën tjetër, shikoj që duhet të qëndrosh dhe të fillosh të bësh atë fantazitë e tua, ato përfundimet e tua, sepse nuk është momenti të tregohesh e mençur, por duhet të marrësh kohën tënde për të përfunduar diçka dhe duhet të marrësh një vendim, me sa shikoj këtu, për të ecur përpara. Duhet të reflektosh, tregon këtu, sepse dëshirat e tua duhet i vendosësh në plan të parë. Dëshirat e tua duhet i vendosësh në një rrugë të drejtë dhe të zgjedhësh atë që është më e mira për ty. Do të thosha që duhet të ndihesh i fuqishëm këtë javë, sepse është hëna në datën 25 me 27 në shenjën e Gafores, jemi të fuqishëm dhe jemi duke marrë vendime të reja në rrugën që kemi për të bërë ndryshime të mëdha. Besoj vetes tënde dhe intuitës tënde. Ju përshëndet në netarua, ju uron një mbrëmje të bukur ose një ditë të mbar.